Të nderuar shikues, mirë mbrëma, po ndiqni edicionin e lajmeve këtu në televizionin e Prizrenit. Për fillim ju njoh me disa nga titujt kryesor të ditës së sotme. Takime qytetarë të lagjës Kurilla për buxhetimin me pjesëmarrje nga komuna e Prizrenit. Për herë të parë në Prizren u hap panajiri i luleve. Nxënësja e talentuar për piktur, Tuana Glogjiani hapi ekspozitën e saj të parë personale. Oferta e qershorit në Pas zhurit mbrëm në lagjën Kurill, komuna e Prizrenit ka organizuar debat me banorët të kësaj lagje në kuadër të zbatimit të pilot projektit të buxhetimit për pjesëmarrje që organizohet për herë të parë nga komuna që nga viti 1999. Para të pranishme në këtë takim, nënkryetari i Prizrenit Kujtim Gashi tha se me këtë pilot projekt po vendosim një standard të ri të qeverisjes dhe se para tona ide tona Prizreni ynë është slogani fushatës që ka për qëllim të nxjisë qytetarët e vendbanimeve të përzgjedhura për të përfshirë aktivisht dhe në mënyrë demokratike të propozojnë dhe të votojnë ata për projektin më të mirë. Një model i ri që për një komuna e Prizrenit për herë të parë, që para se ta realizojnë projektin e buxhetin, pra para se të diskutojmë edhe për kornizën afatmerësme buxhetore, ne po dalim dhe po i dëgjojmë qytetarët edhe po i marrim propozimet e tyre, edhe për herë të parë propozimi i ai që e merr natyrisht mbështetjen në votën e shumicës së votuesve të kësaj lagje, do të bëhet edhe pjesë e buxhetit dhe projekti i realizueshëm në vitin 2024. Qytetarët e pranishëm në këtë takim dhanë propozimet të cilat sipas tyre janë në interes të komunitetit. Rregullimi i infrastrukturës ndërtohet dhe nënvitohet. Ka puseta që ka komunë që ta pusetat e lagjës duhen të pastrohen. Ka familje që janë pa ujë të pishëm. Pra 15 familje janë pa ujë të pishëm për momentin. Lagja e Kurillës ta ketë një treg. Një treg. Treg. E kemi pas tregun të Xhamia e Shkurt, aty po aty mbyllën, si për çfarë shkaqe, treg edhe të mbyllur, edhe të hapur. Të mbajnë fëmijët ndoshta në katën e tretë ose deri në katën e dytë, e kjo është një vështirësi edhe për prindërit edhe për fëmijët. E nëse mundsohet në ashensor, rregullohet, është mirë se ardhur. Edhe mbasi që tash veç Bashkia Evropiane po mundohet nga dotja e ambientit, nxemja të bëhet me pompa termike. Shumë podrumet e përshirët, po përshirët qiri i madhë, është të podrumet me ujë. A do të vazhdojnë këtë projekt, apo jo, nuk do këpoti. A i nalta? Lagja Kurillës të Teqja. Ndryshe, programi USAID, kontrata sociale ka përzgjedhur Prizrenin në mesin e komunave për ta implementuar këtë projekt, i cili aplikohet në shumë vende të botës demokratike dhe po zbatohet me mbështetjen e USAID-it në Kosovë. Pas zhurit dhe lagjës Kurilla, një organizim i këtillë do të mbahet edhe në fshatin Reçan. Projektet e propozuara që do të marrin më së shumti vota do të përfshihen nga komuna e Prizrenit për financim në buxhetin e vitit 2024. Ndërsa për herë të parë në Prizren është hapur panajiri i luleve, ku kultivues të luleve nga qytete të ndryshme të Kosovës kanë ekspozuar lule tejet atraktive. Tenjtë në sheshin e lidhjes në Prizren për herë të parë është hapur panajiri i luleve nga organizata jo qeveritare Green Leaders Besila, në të cilin kanë marrë pjesë kultivues të luleve nga shumë qytete të vendit.
Drejtoresha Green Leaders Besila Beslinka Aliaj thotë se ideja për organizimin e këtij panajiri ka qenë e kahmosshme, por së fundi fal mbështetjes së Drejtorisë Komunale për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm, kemi mbledhur në Prizren kultivues të luleve nga mbar vendi, që t'ju mundsohet promovimi i prodhimeve të tyre që ndikon në zhvillimin ekonomik, por edhe të turizmit. Realizimin e këtij projekti ka lindur ideja duke e parë që disa vite jam domethënë në bizneset lulev, edhe e kam pa që kultivuesit e luleve ose fermerët e vendeve rurale kanë shumë mungesë të marketingut edhe promovimit tyre, dhe kjo ka qenë ideja kryesore për t'i bashkuar kultivuesit e luleve dhe për t'i promovuar sa më shumë punën e tyre të palodhur e të pandalur. Drejtoresha Aliaj thot me tej se kultivuesit e luleve në vendin tonë janë shumë të vyeshëm përkundër sfidave të ndryshme dhe më shumë përkrahje nga institucionet tona do të kishim numër më të madh të këtyre kultivuesve e që drejt për drejt do të ndikonte edhe në fuqizimin e tyre si biznese. Shumë kultivues në Kosovë që merren me lule, mirë po ju mungon përkraja e shtetit. Për arsye se ata shumica nuk i shohin këto bimë dekorative lule të zbukuruese si ushqim edhe nuk i përkrah shteti as për subvencione. Kjo është një dobësi që pritën të ardhmen mu përmirësua dhe me pas një përkrahje sa më të madhe. Për ndryshe ka potencial për kultivim sa dush që mos me importu asnjëherë lule prej vendeve tjera. Si çdo organizim apo biznesi ka sfidat e veta, kuptohet, por bizneset e luleve kanë do sfida ma ekstra se bizneset tjera, pasi që lulet janë lulet e gjalla edhe nëse nuk din më kujdesë dhe mirë mbajt ato mujnë me dështu e me pas humbje. Sidomos të kultivuesit e luleve tash ka shumë sfida për shkak të mungesës punëtorëve, për shkak që kanë ndryshuar kushtet klimatike, ja u ka vështirësu kultivimin. Mirë po ata që kanë pasion punën edhe në veçanti që kanë angazhu gjithë familjen e tyre në biznes, ata domethënë gjithmonë kanë me pas sukses. Drejtoresha e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit në Prizren Lirie Bytyçi tha se komuna gjithmonë është e gatshme që të përkrahë organizime të tilla të cilat e promovojnë qytetin tonë. Ne si drejtorie kemi pa që është një aktivitet shumë interesant dhe aktivitet i veçantë i cili për herë të parë në Kosovë, sidomos në Prizren do më bëj aty panajir, kështu që ne kemi përkrahë dhe ja që sot na ka mbledh drejtoresha për realizimin e këtij aktiviteti, këtij panajiri. Kështu që ne si drejtori jemi përkrahës dhe i kemi dy të hapura për të gjitha organizatat qeveritare të cilat bëjnë aktivitete ku e promovojnë qytetin tonë të Prizrenit dhe për shembull e ndikojnë në zhvillimin ekonomik të qytetit. Kultivuesit e luleve pjesëmarrës të këtij panajiri e vlerësuan të rëndësishëm të organizim për promovimin e punës së tyre karshit qytetarëve. Kjo është një metodë shumë e mirë dhe falenderojmë edhe organizuesit edhe komunën e Prizrenit për mundësinë që na është dhënë, sepse nëpërmjet panajireve ne i ekspozojmë produktet tona më afër konsumatorëve dhe gjithë vizitorëve të cilët janë në Prizren. Se edhe ja vlen me punu këkun, po edhe shpirti se thotë, është një punë që ja vlen me punu. E në këtë panajir, kultivuesit kanë ekspozuar lule të ndryshme dhe mjaft atraktive të cilat i kultivojnë ata. Sipas organizatorëve, ky panajir do të jetë ngjarje tradicionale në të ardhmen, me pjesëmarrje edhe më masovike të kultivuesve të luleve në vendin tonë. Nxënësja e klasës 7 të shkollës Mustafa Bakiu, Tuana Glogjiani, ka hapur ekspozitën e saj personale me punime interesante për plot pasion nga piktoria e re dhe mjaft e talentuar prizrenase. Në ambientet e shkollës fillore Mustafa Bakiu në Prizren, sot u hap ekspozita Tuana Glogjianit, nxënëse e kësaj shkolle në klasën e 7. Tuana 13 vjeçare, me dashurinë e saj për artin, kishte arritur të finalizonte disa vepra me frymëzim nga natyra dhe imagjinata e saj, duke përdorur teknika të ndryshme për të cilat na flet dhe ajo vet. Kam përdorur teknika të lapsit, të akrelit dhe të si markerave, nganjëherë i përdori vështirë shumë. Po mendoj se filloj fakultetin me pikturë, se më pëlqen piktura shumë. Mendoj se unë kuritna mund të bëj pikturë e famshme. Mbështetja për Tuanën dhe jo vetëm ishte edhe nga drejtoria e kësaj shkolle, të cilët kishin rolin kyç në organizimin e kësaj ekspozite. Ne si shkollë
Tuanën dhe të gjithë të tjerët të cilët kanë një talent në fushat të ndryshme, do t'i përkrajmë me të gjitha mundësit që kemi. Tuana, zbashku me arsimtarin e artit, sot kanë përgatit një ekspozit të cilën ju po e shihni, që shpresoj që edhe nxënësit e tjerë në shkollë të kenë talente dhe ne të vazhdojmë përkrajen për secilin nga ju. Kurse profesori i artit Gent Smani përpos përkrajes thekson talentin e veçantë të Tuanës. Jemi në ekspozitën e Tuanës. Tuana është një nxënëse me një talent shumë të rrallë, edhe ne si shkollë do ta mbështesim gjithmonë talentin e saj. Pikturat e Tuanës janë sa të çuditshme, me janë shumë të forta, kanë ndjeshmëri shumë të madhe që bëron prej shpirtit të saj, edhe ne si shkollë gjithmonë do ta mbështesim Tuanën. Falendëruese për përkrahjen e stafit të shkollës në arritjen e këtij suksesi, u shpreh dhe nëna e Tuanës Nerimane Bajraktari Gloçani. Vajza ime është por i takon komunitetit të shkollës dhe me të vërtet më vjen mirë që sot, sa do që është ky sukses i vogël, po ka shumë domethënie dhe posaçërisht edhe një herë i falenderoj organet e kësaj shkolle, drejtorinë, arsimtarët që me të vërtet dhanë kontribut që fëmijët të vazhdojnë pasionet në talentet ku i kanë. Të pranishëm në këtë organizim, përveç stafit të mësimdhënësve, ishin edhe shokët e shoqet e Tuanës, të cilët ishin përkrahës të saj gjatë këtij rrugtimi. Ju përcjellim të nderuar shikues në vazhdim të tjera informacione të ditës së sotme. Kryeministri Albin Kurti në konferencë për media pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë së Kosovës ka bërë të ditur se diskutuan për situatën e sigurisë dhe propozuan masat të cilat duhen ndërmarrë për ta forcuar kontrollin mbi pikat kufitare me Serbinë. Diskutuan për situatën e përgjithshme të sigurisë me theks në 4 komunat veriore dhe pikat kufitare me Serbinë. Institucionet e sigurisë dhanë vlerësime dhe propozuan masa që duhet ndërmarrë. Veprimi i djeshëm i Serbisë ishte agresion ndaj shtetit tonë demokratik, hakmarrje ndaj policisë dhe intens për stabilizim në kohën kur kemi prezantuar planin 5 pikësh. Për këto arsye, institucionet e sigurisë kanë rritur nivelin e gatishmërisë. Për këtë arsye janë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë, sidomos për mjetet transportuese. Cenimi i djeshëm nga Serbia na detyron të rrisim kontrollet kufitare edhe ndalesat e qarkullimit në raste kur mund të përbëjnë rrezik, ka thënë Kurti. Ata kanë qenë thellë në territorin e Republikës Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla në një konferencë për media pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë ka folur në lidhje me rastin e kidnapimit të policëve të Kosovës. Ai ka thënë se ky akt është bërë në shenjë hakmarrjeje për arrestimin e, siç u shpreh ai, kriminalit Lune. Sveçla tha se gjithë kjo që po ndodh është sjellje e një, siç u shpreh ai, Serbie kriminale e cila me dekada ka vepruar njëjtë. Është e qartë se ky akt kriminal është bërë në shenjë hakmarrjeje për arrestimin e kriminalit Lune. Ajo çfarë është duke ndodhur është sjellja e një Serbie kriminale e cila me vite e dekada është duke vepruar njëjtë, është shprehur ai. Dobri. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka folur të njëjtën në mëngjes më 15 qershor me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe shteteve të Kuintit. Vučić ka shkruar në Instagram se ka kërkuar nga ata që të bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre që kryeministri i Kosovës Albin Kurti të mos nisë një luftë të re në Ballkan. Një ditë më parë, presidenti i Serbisë akuzoi Kurtin se me çdo kusht dëshiron të shkaktojë luftë dhe konflikte. Vučić u takua me përfaqësuesit e vendeve të Kuintit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, Francën, Italinë dhe Gjermaninë dhe me shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi. Ky është takimi i dytë i presidentit të Serbisë me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe Kuintit brenda 2 ditësh. Një ditë më parë, ai tha se nuk do të komentojë asgjë pas takimit që ka zhvilluar me ta. Ka marrë vendimin që të mos them asnjë fjalë për takimin me përfaqësuesit e vendeve të Kuintit dhe me shefin e delegacionit të BE-s në Serbi. Mendoj se është më mirë për të gjithë, ka shkruar Vučić.
Takime qytetar të lagjës Kurilla për bugjetimin me pjesëmarrje nga komuna e Prizrenit. Për herë të parë në Prizren u hap panajiri i luleve. Nxënësja e talentuar për piktur, Tuana Glogani hapi ekspozitën e saj të parë personale. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për sonte të nderuar shikues, ne ju falenderojmë që na ndoqët, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.